Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga tensioni i lartë, një gotë nga ky çaj bën mrekulli, ul tensioni në kohë rekord. Tensioni i lartë i gjakut është i njohur si një vrasës i heshtur për dy arsye. Shumica e njerëzve nuk e din se vuajnë nga kjo sëmundje dhe presioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë jo vetë dëmtimin e arterieve të zemrës, por edhe dështimin e veshkave dhe probleme të tjera të rënda shëndetësore. 1 në 3 të rritur janë me tension, por jo të gjithë mjekohen pasi vetëm 47% e këtyre njerëzve kanë hipertensionin e tyre nën kontroll. Revista amerikane thot se tensioni i lartë i gjakut ndryshon çdo 5 vite për shkak të ndryshimit të ritmit dhe të rrahurave të zemrës në 1 minutë dhe konsumi i çajit për një kohë të gjatë mundet që të përmirësojë tensionin duke relaksuar enët e tij të gjakut. Përbërësit aktiv, të cilët janë të gjendur tek bimët e ndryshme, relaksojnë dhe zgjerojnë enët e gjakut duke krijuar më shumë hapësirë për transportimin e oksigjenit dhe të lëndëve ushqyese. Kjo do të thotë qarkullim më të mirë të gjakut dhe tension më i ulët i gjakut. Shkencëtarët kanë zbuluar gjithashtu selulet hibiskus, të cilat përdoren gjerësisht në mjekësinë tradicionale, mund të përdoren për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Hulumtimet të gjithashtu kanë treguar se prania e enzimave diuretike ndihmon trupin të eliminojë njëkohësisht ujin e tepërt, ndërsa antokianinat e tyre bllokojnë enzimën ACE, përbërje e cila shkakton që enët e gjakut të ngushtohen. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju duhet të dini se ky lloj çaji po ashtu ka efekte të larta pozitive për shëndetin, duke qenë se mund ta gjeni kudo në farmaci, supermarket e të tjerë. Shkencëtarët kanë treguar se çaji i cili vjen nga lulet e kuqe të hibiskusit mund të mbrojë shëndetin tuaj të zemrës duke mbajtur nën kontroll tensionin tuaj të gjakut. Sipas ekspertëve, tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor dhe në qoftë se ai nuk trajtohet ashtu siç duhet, mund të transformohet në një problem mjaft të madh, shqetësues, madje dhe katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente, të cilat shoqërohen me efekte anësore, përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtësisht në shtëpinë tuaj, të cilat janë jashtëzakonisht efikase kundër tensionit të lartë. Këtu vlen të përmendim hudhrën, limonin apo uthullën e mollës. Nëpërmjet kësaj video ju do të mësoni më shumë për recetat natyrale efikase kundër tensionit të lartë të gjakut. Kura e parë është ajo me lëng limoni, ku përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pjeni atë çdo mëngjes përpara se ju të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur në këtë mënyrë edhe tensionin e lartë. Kura e dytë është ajo me hudhër. Hudhra gjithashtu përmban substanca sulfuri, të cilat kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë edhe prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet që të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se ju të konsumoni ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm.
Ndërkohë nga ana tjetër mund të përdorni edhe recetën me uthull molle dhe sodë buke. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë, një majluge çaji me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle. Udhëzimet. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe njëkohësisht kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin tuaj të gjakut, si edhe për uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një majluge çaji me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Këto janë ushqime të cilat ulin tensionin e lartë të gjakut. Perimet jeshile. Kripa rrit vëllimin e gjakut dhe presionin e arterjet, të cilat bëjnë që presioni juaj i gjakut të jetë jashtëzakonisht i lartë dhe të rritet. Ndaj duhet ta pasuroni pjatën tuaj me zarzavate me gjete si për shembull spinaq, brokoli, lakra jeshile për të rritur kështu sasinë e kaliumit. Ky mineral nga ana tjetër ndihmon në largimin e natriumit nga trupi juaj nëpërmjet urinimit dhe relakson muret e enëve të gjakut. Sasia e rekomanduar ditore është 3 deri në 6 filxhan perime me gjethe të gatuara. Ndërkohë, frutat e pyllit, pigmenti që i jep ngjyrën boronicave, luleshtrydheve dhe manaferave, gjithashtu sjell përfitime mjaft të mëdha për shëndetin. Përbërësi natyral antokjanina ndihmon muret e arterjeve të bëhen më të gjera dhe më fleksibël për të ulur presionin tuaj të gjakut dhe për të përmirësuar shëndetin e zemrës. Kosi. Kosi është një element kyç për normalizimin e presionit të gjakut sepse ndihmon enët e gjakut të shtrëngohen dhe njëkohësisht të relaksohen kur duhet. Kos me pak yndyr është një tjetër mënyrë e mirë për të shtuar kalcium në dietën tuaj pa sheqer ose yndyr të shtuar. Po kërkoni një ndryshim shijeje, hidhni disa manafera për një ëmbëlsi natyrale dhe akoma më shumë për të ndihmuar në presionin tuaj të gjakut. Peshk i yndyrshëm. Një tjetër burim mjaft i mirë i kalciumit është peshku, si për shembull salmoni, sardelet. Peshqit e yndyrshëm si skumbri dhe njëkohësisht sardelet përmbajnë omega 3, acide yndyrore të cilat përmirësojnë shëndetin tuaj të zemrës dhe njëkohësisht suplementet mbi vajin e peshkut nga ana tjetër ofrojnë përfitime të cilat ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, veçanërisht nëse presioni i gjakut është i moderuar ose i lartë. Tërshëra. Ky dridh i plot është i shëndetshëm, i ngopshëm dhe i ulët në natrium. Është gjithashtu plot me fibra të cilat nga ana tjetër ndihmojnë që ju të mbani nën kontroll peshën tuaj dhe presionin tuaj të gjakut. Shërbimi i rekomanduar ditor është 3 deri në 4 filxhan drithra integrale, oriz, bollgur, makarona. Panxari i kuq. Një studim tregoi se konsumi i 2 gotave me një përzierje panxari dhe lëng molle mund të bëjë që presioni sistolik i gjakut të ulet. Burrat mund të shohin një përfitim edhe më të madh se gratë. Presioni i lartë sistolik mund të rrisë shanset për goditje në tru. Panxari i gatuar dhe zarzarvatet të cilat përmbajnë shumë kalium janë një alternativë shumë e mirë kundër tensionit të lartë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.